Zgjedhjet lokale për kryetar të komunave do të mbahen në muajin tetor të këtij viti. Këtë ka konfirmuar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka caktuar datën 12 tetor 2025 si ditën kur do të mbahen zgjedhjet lokale në Kosovë. Ky vendim është marrë disa ditë pas takimit me përfaqësuesit e partive politike në Kosovë për konsultim në lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Ky vendim është marrë pas shqyrtimit të kujdesshëm të propozimeve të subjekteve politike, si dhe pas një analize të plot në përputhje me afatet kushtetuese dhe ligjore, thuhet në njoftimin e presidencës. Në njoftim thuhet se caktimi i kësaj date synon të mundsoj përgatitje të plotë të procesit zgjedhor nga institucionet përkatëse, përfshirë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera relevante, me qëllim të respektimit të standardeve më të larta të administrimit zgjedhor. Kjo do të siguron hapësirën e nevojshme për organizimin teknik dhe logjistik për të gjitha format dhe procedurat e votimit sipas përcaktimit ligjor, vazhdon njoftimi. Presidentja Osmani u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike, organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarëve që t'i qasen këtij procesi me përgjegjësi të plotë në funksion të garantimit të një procesi gjithëpërfshirës, të rregullt dhe të drejtë. Liderët e partive politike u takuan me presidenten Osmani me 4 qershor 2025 për t'u konsultuar për datën e zgjedhjeve lokale.